kaq të paaftë, të korruptuar, që jo të pisët dhe me pile dyshimin në shërbim të fuqive jo dashamirëse ndaj Shqipërisë. Dhe këto janë realitetet. Qartë, zoti Stava, nga ana tjetër nga Brukseli mesazhi ishte më i drejtë për drejtë. Pra Parlamenti duhet të trajtojë pavonjesa kërkesën për heqjen e imunitetit dhe kjo sigurisht e vendos kuvendin deri diku në qendër të presionit ndërkombëtar. Mendoni se tashmë Shqipëria rrezikon koston e integrimit evropian nëse perceptohet se po mbron pra publikisht zyrtar të akuzuar për korrupsion ashtu si është dhe rasti i Ballukut? Atëherë, kur arrin Europa të reagojë në një formë të tillë, kjo është një sinjal sos. Për shoqërinë shqiptare, për klasën politike shqiptare, për zotin Ram. Por unë kam një shqetësim për te reagimit europianëve. A Rama është një partner i besueshëm? Unë besoj që jo. Arsye që besoj jo është sepse një partner i besueshëm, sidomos kur prometon më të madhe në marrëveshjen e pamshme të brenda vitit 2007 apo 2030, Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë në një bisedë ju kam thënë që ndoshta edhe Bashkimi Evropian ka problematikat e tij, është një strukturë e pa konsoliduar, qoftë politike dhe ushtarake, pavarësisht një nga fuqitë më të mëdha ekonomike në botë, për hir të vërtetës, por Rama, mënyrë se si ka aktruar me partnerët evropianë, nëpërmjet snobizmit të tij, apo charlatanizmit të tij, e ka bërë me fjalë Europën të duket jo e besueshme përballë opinionit shqiptar. Sepse ka një vërtet që vendos disa hije të errta në këtë lloj marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shumë përfaqësues të Bashkimit Evropian, të cilët kanë qenë apo kanë mbuluar drejt për drejt marrëdhëniet e Shqipërisë apo të Ballkanit me Bashkimin Evropian, kanë patur skandale të njëpasnjëshme. Dhe përsa ko aty ato kanë patur skandale personale, pavarësisht se kanë marrë përgjegjësi dhe kanë dhënë ndërheqje, besueshmëria në këtë marrëdhënie fillon ndërton një hije dyshimi. Ky është realiteti. Pastaj ka edhe diçka tjetër. Europa ka problemet e saj për hir të vërtetë. Situata gjeopolitike nuk është as pak e stabilizuar. Sot bota moderne, sidomos Europa, nuk është shumë interesuar për standardin. Atyre ju intereson më shumë stabiliteti. Dhe përsa komi fjalë Europa, edhe fuqitë që vendosin ekuilibrin e botës, sidomos të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të interesuar për standardin, janë të interesuar për stabilitetin dhe jo për standardin, është pak e vështirë në fjalë që zgjidhjet do të jenë me dashamirësi politike dhe vullnet të qartë nga klasa politike që menaxhon sot pushtetin në Shqipëri. Kto janë pasojën që shoqëria shqiptare një pjesë e shikon me skepticizëm zgjidhjen, dhe një pjesë tjetër e shikon nëpërmjet reagimit zgjidhjen. Dhe kjo sepse duam të dalim ndoshta tek protesta e rrallë si mbajtjet e ditës me datën 10. Ajo protestë nuk është shkak, sepse ne duam pjesë të ndrojmë një pushtet. Ne kemi një qëllim vetvete me fjalë që shqiptarët duhet t'i ofrojmë një ndryshim modeli të klasës politike. Kjo është arsye që shqiptarët ajo grup shoqëror reagues dolën dhe u përballën me pushtetin. Në një kohë me shi dhe e bulevard u nxi nga pjesëmarrja jashtëzakonshme e qytetarëve. Ky është realiteti. Në atë protest ka pasur edhe përplasje me policinë, ndërkaq ka pasur edhe lëndime gjatë protestës. Mendoni se i gjitha i përshkallëzim mund të ishte parandaluar dhe nga ana tjetër kush do të mbajë dhe përgjegjësinë kryesore? Atëherë, kur qytetarit dalin për të reaguar, ato nuk dalin për të kënduar, për të kërcyer apo të ballëzuar. Dalin të reagojnë dhe të shprehin një zemrim. Andaj do quhet protestë, për të protestuar për një padrejtësi lokale apo qendrore. Unë do të kem dëshirë me fjalë të shkurtimisht të them arsyet pse dalin ne. Dhe unë bashkë me ta si qytetarë të tjerë. Sepse është pikërisht kjo situatë. Situata ekonomike, situata e sigurisë, se korrupsioni dhe skandalet e pafundme. Pastaj, unë do të them një gjë shumë të thjeshtë. Është turp që ne sot të analizojmë dhunën me fishek zjarre të qytetarëve opozitar apo reagues ndaj pushtetit, kur në fakt kur pushteti, sistemi i drejtësisë
edhe çdo strukturë shtetërore nuk po reagon përballë skandaleve të frikshme. Është vështirë që ne sot të prolongosim shifrën e korrupsionit, sa ka abuzuar pushtetin me paratë dhe me taksa tona. Ky është shqetësim më madhor se sa një fishek zjarri. Dalim pastaj tek ajo doje përballje që sot pushteti, po ka dëshirë në fjalë i vesh asaj proteste, atij reagimit të jashtëzakonshëm, dhunë ndaj pushtetit. Çfarë dhunë ishte ndaj pushtetit? Su plasën 3 fishek zjarri. Kush është detyra e policisë së shtetit? Ne di mirë kush janë të drejtat. Detyrë dhe detyrimet e policisë së shtetit. Ç'është ai reagim i policisë së shtetit? Çfarë ndodhi tek ajo protestë? Po çfarë u përdorën nga policia e shtetit ndaj protestuesve? Ajo protestë ka drejtues, ka organizator, ka dhe përgjegjës. Unë jam një nga ato përgjegjësit për organizimin e asaj proteste. Po çfarë bën? Asgjë. Përkundrazi. Përballë këtij krimi, që pushteti ka kapur gjithçka, se reaguar në qytetarët në mënyrë të jashtëzakonshme. Ato janë për të admiruar, por në mënyrë kategorike nuk mund të t'ia akuzosh për përdorimin tonë. E i keni parë videot të sot. Bastard policë sillen sikur me qenë një shtet diktatorial. Kjo tregon frikën e pushtetit ndaj protestuesve. Po si mendon mi fjalë që ai të mbaj pushtetin me dhunën? Si mendon që mund të përdor policinë ndaj qytetarëve? A nuk mendon pushteti që ato policë janë pjesë, kanë një familje në shtëpi? Këto problematika që ne po diskutojmë bashkërisht dhe ajo trup policie është pjesë e kësaj varfërie, e kësaj skamje. Ju kanë larguar familjarë, motra, vëllezër, nipa, mbesa, fëmijë. Dhe sot një fjalë sociale shqiptare ka kaluar në shifrat, sepse ne duhet bëjmë një shqetësim madhor. A mund është do të notuar si është numri i lindjeve vjet në numrin e vdekjeve? Ne kemi po te kalojmë pra numri i vdekjeve, po kalon është më i lartë se numri i lindjeve. Kjo është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Nuk është shqetësim vetëm për opozitën, kjo është shqetësim për shoqërinë. A e kuptoni se çfarë po? Kjo është një skenar i mirë organizuar për të larguar qytetarët shqiptarë nga Shqipëria. Cili do të jetë tashmë objektivi tjetër i Partisë Demokratike, zoti Stafa? Objektivi tjetër i Partisë Demokratike do të jetë që do të organizojmë një protestë të jashtëzakonshme me datën 20 shkurt. Kjo ka lidhje edhe me rrezimin e bristit të diktatorit Enver Hoxha. Çdo diktator do ketë një fund të tillë. Sa do të tentojë një fjalë të kontrollojë të mbajë pushtetin me dhunë apo mekanizmat e blerjes së pushtetit, është e pamundur. Ky pushtet i ka ditë të numëruara. Nuk është një deklaratë politike, është një deklaratë reale. E di mi fjalë goxha mirë se me ky përballemi. Se me çfarë pushteti. Se me çfarë arrogancë ai mi fjalë i trajton qytetarët dhe sillen ndaj qytetarëve. I trajton kundërshtarët dhe sillen ndaj kundërshtarëve. Një pushtet ku në ortakri ka krimin, ne di mirë mi fjalë se çfarë situate vështirë jemi. Por kjo nuk do thotë sepse pushteti ka një sjellje të tillë dhe ne duhet të dorëzohemi. Nuk është misioni im këtë. Misioni i opozitës është një fjalë të kthej presën shqiptarëve. Kjo është detyra jonë. Nuk është vetëm detyra e Partisë Demokratike. Edhe në këto gjëra rasti me fjalë të drejtohem çdo qytetar. Ktu nuk ka lidhje me Sali Berishën. Ktu ka lidhje me Shqipërinë. Shqipëria është më e madhe se Sali Berisha. Është më e madhe se Partia Demokratike. Shqipëria është familja jonë. Nëse ne nuk e trajtojmë një gjë të tillë, ne përsëri do të gabojmë. Dhe kjo situatë do të vazhdojë. Unë nuk